Me rastin e 107 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së vendit në katedralen e Korçës Ngjallja e Krishtit, ashtu si çdo vit, u krye doksologjia e flamurit. Ajo mbajt nga protopresbiteri Atilia Kosnani dhe klerikët e Korçës para besimtarëve të shumt. Në këto ditë të vështira që po kalon vendi për shkak të tërmetit, Atilia përcolli mesazhin që të duam njëri tjetrin, vendin dhe të kemi solidaritet të plot për të përballuar këtë fatkeqësi. Ai gjithashtu ka bërë apel besimtarëve të kontribuojnë me ndihma për familjet e prekura nga tërmeti. Perëndia na mëson që të dimë të nderojmë historinë e kombit tonë, historinë e të gjithë njerëzimit, po njëkohësisht na kujton që të nderojmë, të respektojmë të gjithë ata që në radhë të parë ndruan jetën në këto ditë fatkeqësie nga tërmeti. Nga ana tjetër duhet të inkurajojmë ata që janë prekur në një mas kaq të gjerë dhe të madhe, që Perëndia t'u jap kurajo dhe forcë për të përballuar vështirësitë e natyrës. Nga ana tjetër duhet të gëzohemi edhe për ato njerëz që dolën nga rënojat, që jeta e tyre ishte në rrezik. Por neve nga ana tjetër jemi krenarë edhe për flamurin ton, se duam njëri tjetrin, të jemi në flamur, të jemi të bashkuar edhe në solidaritet të plotë, sepse kështu do të përballojmë më mirë të gjitha vështirësitë që na godasin nga të gjitha anët. Me një besim tek Zoti, me një besim të palëkundur tek Perëndia, me lutje dhe me falje, të gjitha arrihen. Prandaj neve me predikimin ton, me mësimet tona të Ungjillit, jemi në gjendje që të falemi, të lutemi, të përballojmë këto vështirësi, të shkojmë të kaluarën, të nderojmë dhe të respektojmë, njëkohësisht të shikojmë edhe të ardhmen e cila na pret. Mjafton që neve të angazhohemi, të punojmë, të ndërgjegjësuar edhe të jemi kurdoherë për njëri tjetrin. Doksologjia e flamurit është një shërbes fetare e bërë nga kreu i parë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Fanoli, me idenë se mbi fenë dhe shqiptarët është kombi dhe flamuri, e duke bërë thirrje kështu për bashkimin e shqiptarëve për çështjen e kombit.